Mirëmëngjes dhe ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Miq, dashamirës, të njohur, të panjohur, pro dhe kundër, armiq nuk besoj se kam armiq. Po në rast se ka të tillë që më quajnë mua armik, atje ju qoftë. Unë nuk i quaj të tillë. Unë i quaj njerëz kundërshtar me mendime të kundërta. Pra nuk urej. Kurse ata në rast se më quajnë armik, sigurisht që më urejnë. Përsëri e them, atje ju qoftë. Dhe Zoti i faltë. Se nuk din ç'bëjnë. Jam me veshjen e punës. Pra, po flas nga fronti i punës. Nëse sot këtu në Greqi është kathari dhe ftera, është ditë të pushimi. Unë punoj. Dhe në ditë pushimi është 12 orë, dita e punës. Po sqaroj diçka. Vazhdoj të punoj edhe pse kam dalë në pension. Në pension, falë punës, shpatullave të mia. Jo atyre pensioneve imagjinare që na akuzojnë në disa shqipo. Anti-grek. Anti-grek. E theksoj anti-grek. Duke na futur në një thes të gjithëve ne që jetojmë dhe punojmë në Greqi. E nuk kemi pak. Të paktën me 10 mira. S'po them me 100 mira. Nëse. Çfarë duhet të sqaroj? Nëse dola në pension. Në moshën 67 vjeçare, para 2 vjetëve. Falë e sapeve që nuk dalin për jetën, vetëm me pensionin, unë vazhdoj rregullisht punën si para pensionit. Pse e theksoj këtë? Kam vënë re. Çfarë kam vënë re se mos vetëm unë? Si unë e shumë të tjerë. Në shkrimet e mia, në komentet e mia, sa erë prek pozitivisht diçka që ka lidhje me antikitetin grek, revolucionin e 1821-shit, erojnë të Arvanitas, gjuhën greke të lashtë dhe bashkëkohoren, dhe qëndrimet e ndryshme në tema historike dhe gjuhësore, jo duke hyrë në ollësira profesionale, sepse nuk jam i tillë, nuk kam mbaruar as për histori, as për gjuhësi. Si në korë të vetëm, i njëjti refren, bajat, banal, i një pjesë të shqipove, shqipo po i quaj, po s'janë shqipo, në kuptimin e vërtet të llafit, për mua janë ekstremistë, nacionalistë, racistë. Fillon një sulm i njëjtë, sikur del nga një burim. Prandaj themi njëjti refren, i mësuar papagallçe nga këta shqipo. Birko. Fole ti, suflaxhiu. E more pensionin. A kuptoni? E more pensionin. Jo pensionin e punës. Pa pensionin grek, i cili të bë kërka, të bëhesh anti-shqiptar, tradhtar, i shitur te greku, agenti grekut, e tjera budallëqe të tilla. Çfarë përgjigje t'ju japësh? Sepse janë të njëjtë. Kur them të njëjtë në këtë refren. Të njëjtë në të njëjtin fjalor, ofendus, sharrës, akuzus, deri në sharje me libër shtëpie.
ka humbur etika, edukata, kultura, respekti, morali, qoftë dhe për efekt moshe. Shumica e këtyre birkove, birkove, janë anonimë, sepse në faqet e tyre, në Facebook, në TikTok lere njerë, se janë me shifra si ato numrat e të burgosurve, s'meren vesh se që janë, dhe nuk kanë profil, kanë ca emra simbolikë, si shben ato tatuajet me eronjë, edhe shqiponjë me duar, se vetëm kaq, pa shfetuar asnjë libër në jetën e tyre, me një shqipe në moj do pres gëshetin, pikrish këto, s'meret vesh, gjenia, janë pjesë i këtij kori. Kanë mësuar papagallçe të njëjtën gjuhë, të njëjtin fjalor, banal, rrugaçësh, që më çuditin, sepse them, qoftë dhe në anën e moshës, se duken të rinj disa. Kur them duken, në ato profile ku vërtet ka ta belqitje, po kur dhe shikoj një fotografi, e duket i ri, që mund tjetë djali apo nipi im, qupa apo mbesa ime. Kaq, nuk u kanë më vazhdim që të marrë vesh se me çfarë merren në jetë, çfarë kanë studiuar, çfarë punë e bëjnë. As pak. Prandaj quaj anonimë. Në mos 100% pjesërisht. Pse ndodh kjo gjë? Dhe unë pse nuk e gjdor? Kur e kam fare të lektë, se nuk jam pak edhe këta, që këta t'i kem në favor, të lajkeve, të komenteve, të elozheve dhe lëvdatave. Kush nuk i do? Këto gjëra pozitive në dukje, të marrë sa më shumë pëlqime, zemra, dekorata në thonë zë. Kush nuk e do këtë gjë? Unë pse nuk e dua? Nuk e dua, se dua të vërtetën. Çfarë dua sqaroj? Po mirë o njerëz. Edhe aty ku e vërteta bën mu, dhe unë e them atë të vërtetë, që nuk është pjellë e mendjesime. Sa mi do ishe t'ishe dhe pjellë e mendjesime, po t'ishe vërtetë. Po të paktën, derisa t'i bini atë tjerët, do mi quanin me ato etiketime. Pra nuk është shpikje ime, as zbulimi im, por është një konstatim i vërtetuar dhe i pranuar botërisht. Mos flas logjikisht, se logjikisht të thonë, ti ke logjikë në tënde, unë kam timen edhe si jemi dakord. Konkretisht, në temë historike, ishte rasti i aktores së shquar arvanite, e theksoj me origjinë arvanite. Pra unë nuk po kundërshtoj origjinën e aktores greke arvanite, Irini Papa. As pak. Jemi të qartë deri këtu. Kjo është një ranë. Gjaku. Që po të shkojmë në origjinë e gjakut, do shkojmë deri tek majmunët sipas Darwinit. Po dhe në mos majmunët në shpellarët. Dhe nuk ja gjejmë dot fillin gjakut. Prandaj ajo historiana e madhe e Bizantit më tepër, që vdiq historiane greke, Arbele, Heleni, ka thënë një fjalë të bukur, një shprehje të bukur, që Ellada dhe Nine Ema
είναι πνεύμα. Pra nuk është gjak, është shpirt. Po t'i lem këto. Po përqendrojmë në aktorja Irini Papa. Disa herë në media, në portale dhe kudo, dalin shkrime të tilla, duke I veshur të thëna të pathëna, duke bërë të paqenën të qenë, duke thënë që Irini Papa ka thënë në fund që s'mund t'ik nga kjo botë pa deklaruar shqiptarllëkun tim, e tjera. Dhe sidomos, kaq trillim I bukur në xhirimet me Bekim Femiun, aktorin e madh shqiptar. Prodisen, kulose rolin e Odises, edhe Irini Papa të Penelopës. Pas ka thënë një italian, skenarist, regjisor çfarë ishte aty, që I pa të dy dhe I dëgjoi duke folur në një gjuhë që s'po I kuptonte dhe ju tha çfarë flisni? Flasim në gjuhën tonë, pra në gjuhën shqipe. Nuk është asgjë, t'ishte edhe vërtet. Do desha t'ishe vërtet. Çfarë të keqe ka? Çfarë jam unë që të mos e desha këtë gjë? Që t'ishte I vërtet ky fakt, po që s'është I vërtet. E në rast se unë e theksoj që s'është I vërtet, ju duhet të më quani anti-shqiptar, I shitur për një pension 300-400 euro te greku. Anë Shan, anë Bagdad o njerëz. Sepse unë nuk e shpika unë të kundërtën e kësaj. Nuk e shpika unë librin biografik të Bekim Femiut. Ku vetë ai shkruan aty bisedën me Irini Papan. Kur e pyet që di shqip I thot ajo, jo, nuk di shqip. Se po këndoni një këngë secili në gjuhën e vet, edhe shkuan pa kundra, me lezet, jo kundër me të keqe, që kjo është këngë shqiptare, jo është këngë greke. Dhe aty ai e pyeti pasaj për gjuhën, jo nuk di tha, jo po mundet t'je arvanite tha, se në Pelopones në zonën tonë ka patur shumë arvanit. Asgjë të keqe. Po kur nuk ka deklaruar, nuk dinte shqipen. Si shumë arvanitas të tjerë të Breznisë, të nëvonshme. S'ka asgjë të keqe këtu. Ajo ishte një aktore madhe, një talent I madh. Krenare, që ishte greke, identitetin grek. Nuk merren njerëzit me origjinën e origjinës nga origjina. Kush del dhe flet për origjinën e para qindra viteve, ajo mbetet thjesht në biografi. Apo del Trumpi dhe thotë dhe deklaron, unë gjermano-skocezi, sa të origjinë ka? Është Amerikan, identitet Amerikan. I shërben Amerikës, është presidenti Amerikës. Nese, gjërat të tjera. Nuk ekziston gjuha greke, thot Kocaqi dhe Dalipaj. O njerëz, në rastin e studius, dhe ju e që kapelen që doni të bëni studime, dhe merreni me studime. Merruni me studime, jo me dëshira. Merruni me studime, jo me artime. Është gjuna që atë bagash dijesh që fitoni nga literatura, nga studimet që bëni, ta keq përdorni dhe ta keq interpretoni. Sinqerisht e them. Çfarë mund të kem unë? Se jam historian, e të kem një pozicion tjetër, e të kem zili një historiane, si Kocaqin, sepse po bën më shumë bujë, e të ngjallë zilia tek unë dhe ta kundërshtoj. S'po merrem me imtësira. Po të thuash që nuk ka patur gjuhë greke, të lashtë. Të thuash që të jesh grek duhet të jesh arvanitas. Kushdo që ta ke thënë, nuk më intereson, edhe kona e kushdo që mund ta ke thënë. Çfarë ka?
Pse po të kundëshosh këtë gjë, je tradhtar, je anti-shqiptar, je i shitur në serbi, në turku, në greku, e tjera budallëqe të tilla. Ç'është kjo gjë? Po të ishte e vërtetë. Po të ishte e vërtetë, kjo e vërtetë do bënte një bum, një bam të madh. Kudo në botë. Çfarë kujtoni? Në rast se me tërmend s'pas ka patur gjuhë greke, por ka qenë gjuhë shqipe, do dilte nga shumë studius. Që është e vjetë gjuha shqipe, as e diskutoj. Bile këtu ku unë e theksoj këtë gjë, dela nga tjetër ekstremizmit, ekstremizmi grek. Pra, nuk kam vetëm ofendimet e këtyre birkove, e këtyre shqipove, që shajnë me libër shtëpie, po kam edhe ofendimet e pjesës ekstreme, greke, që thonë turko-albane, shkoni ande nga keni ardhur, e tjera. E prapën si fundu një thes me popullin grek, si kurse edhe këta birko shqipo nuk i fundu një thes me popullin shqiptar. Përsëri nuk bie në graskën e tyre, në nivelin e tyre, se nuk di të shaj. As të urej, as të ofendoj. Si mund të thuash të gjë? Në një kohë që vjetë, UNESCO vendosi 9 shkurtin si ditën botërore të gjuhës greke. Ju tek dhe vendosi. Është e shitur UNESCO-ja. Po në rast se e shitur për këtë, atëri të themi, e shitur është dhe për Xhamadanin, që e quajti shqiptare, e mori në ruajtje, e për të tjera. E që këto ekstremizma, nuk kuptoj ku duam të arrim. Jemi të vjetër në gjithçka, në gjuhë, në origjinë, në të gjitha. Jo, na mjafton dhe na tepron o njerëz. Na mjafton dhe na tepron. Nuk kuptoj, çfarë më tepër duam për të bërë më të dëgjuar dhe më të mirë. Është e thjeshtë. Të bëjmë ne më të mirë sot. Të dëshmojmë që vërtet vim nga një lashësi dinjitoze, ajo kohë ishte, atë lashësi patëm, atë gjuhë të vjetër patëm, më shumë gojore se me të shkruar, dhe kjo është një merit akoma më e madhe se sa ata që arritën ta shkruanin dhe ta trashëgonin. Sepse ata që e kanë patur vetëm një trashëgimi gojore, shumica e humbën gjuhën. Ne jo. E vazhduam, e ja ku jemi. E me këtë gjuhë jemi mëkuar, o njerëz. Me këtë gjuhë unë shkruaj. Me këtë gjuhë flas më bukur sa do ta ke mësuar gjuhën greke. Nuk flas dot. Si flas gjuhën time të mëkuar. Kaq nuk kuptoni. Çfarë të them? Ju flisni? Pensioni. Cili pension? Që në 97 punoj. Që kur erdha? Punë të ndryshme. Falë fatit e tjera, jo shumë të rënda, si shumë të tjerë. Dhe vazhdoj punoj. Pse se nuk dele sapi. E ju më thoni, e more pensionin grek. Për them atë sharjen greke. A i sto djallo, në djallë të vini. Jo, mos vini në djallë. Në dituri të vini. Në libri të vini. Në njeriu të vini. Shtas gjatë më, kam shumë për të thënë. Me ullësira, dhe t'ju përgjigjem. Në TikTok Hyj Kastile, live. Dhe i ftoj të gjithë, hajde të flasim. Lishëm, me pyetje, me përgjigje. Të mësojmë nga njëri tjetri. Jo ekstreme. E në rasti tash është ditë, e unë them, mirëmëngjes, këta birkot e tillë, thonë, ti ke rojitur, je i shitur,
Se tash s'është mëngjes, është natë. Si t'ja u hapësh sytë e mendjes? Prandaj them, lexoni, 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 sa më shumë lexoni, dhe ballafaqoni leximet me aftësitë tuaja kapse, që të arrini të krijoni një opinion dhe një mendim tuaj, të jini vetja në të shprehur, e jo papagall të të njëjtit refren bajat. Të gjithëve ju uroj shëndet, mbarësi dhe pathos për të lexuar sa më shumë, për të mësuar sa më shumë, se të lindesh ignorant në thonjza, se çfarë ka fëmia që lindet ignorant në thonjza, është natyrale. Por të vdesësh ignorant është krim ndaj jetës. Përqafime të gjithëve.